Investimet e huaja direkte gjatë vitit kaluar në vendin tonë prekën shifrën e 1.58 miliardë eurove duke regjistruar vlerën më të lartë në terma vjetor. Kështu shifrat zyrtare nga Banka e Shqipërisë tregojnë se në vitin 2024 flukset e investimeve të huaj direkte në vendin tonë u rritën me 5.7%, ndërkohë që në vitin 2023 ato fiksoheshin pranë 1.49 miliardë eurove. Ndërkohë me 423 milion euro në formën e investimeve të huaj direkte, tremujori i fundit i vitit kaluar regjistron një rekord maksimal historik. Rritja vjetore vlerësohet në 7.4%. Këto shifra nga ana tjetër kanë prodhuar një tjetër rekord me stokun investimeve të huaj direkte që ka prekur një nivel maksimal të ri prej 15.4 miliardë eurosh në tremujorin e fundit të vitit kaluar, nga 14.9 miliardë euro që ishte në tremujorin e tretë. Në harkun e një viti, stoku investimeve të huaj direkte është rritur me gati 2 miliardë euro. Por shifrat tregojnë edhe një ridimensionim të gjeografisë e investimeve të huaj direkte në vendin tonë. Gjatë vitit kaluar, Turqia është konfirmuar në vend të parë duke kanalizuar thuajse 16.2% e investimeve të huaj direkte në Shqipëri, që përkthehen në 257.3 milion euro. Ndërkohë Italia është ngjitur në vend të dytë me rreth 12.6% të totalit. Turqia në vitin që lan pas i ka rrëmbyer pozicionin Holandës, e cila ka patur një rënje të peshës nga 20% në vitin 2023 në 11% në vitin 2024. Investimet nga Kosova duket se janë rritur në peshë për gjatë të gjithë vitit 2024 dhe kanë zënë rreth 6% të totalit, por ajo që vjet e re ndër të tjera është rritja e peshës ndaj totalit të investimeve nga burime konfidenciale.